Halila e ka pasi të nevojshme me pas një hapësirë si Villa Romana në Firenze në Itali. Është pa nevoja me pas një qendër të tillë edhe në një vend të Kosovës si Runiko. Krejt kjo ka fillu në vitin 2023 kur Petrite Halila e ka pasi të nevojshme me pas një hapësirë si Villa Romana në Firenze në Itali, ku edhe ka pas shkëmbime të artistave që kanë shku nga Kosova në Itali për rezidencë. Dhe është pa nevoja me pas një qendër të tillë edhe në një vend të Kosovës si Runiko. Me që Petriti vjen edhe nga Runiko dhe ka pas projektin edhe shfaqjen shkreptima që e ka bon vitin 2018 në Shtëpinë e Kulturës në Runik. Ka fillu me mendu për revitalizimin e kësaj hapësire në bazë të diskutimeve edhe të kujtimeve të qytetarëve të Runikut. Pas kësaj, krejt kjo ka fillu në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, po menoj ku është bo edhe memorandumi midis Ministrisë Kulturës edhe Komunës së Skënderajit edhe Fundacionit Hajde për projektin ideor të kësaj shtëpie të kulturës në Runik.